Miq të Piskut dhe të TV Çamëria, ju përshëndesim. Ndodhemi me presidentin e Çamërisë, së Republikës së Çamërisë, me Naim Frashërin dhe me drejtorin ekzekutiv të TV Çamërisë për t'ju dhënë një lajm të shkëlqyer për sa i përket nismës më të fundit për të çuar shqiptarët përpara ribashkimin e shqiptarëve në trojet e tjera, ashtu siç ka bërë Kosova me Shqipërinë. Pritet që me këtë takim të fundit që kishim president, që t'i japim më shumë informacione shqiptarëve, që mund bëhet diçka shumë interesante dhe në dobi të shqiptarëve të Çamërisë. Ne sot me drejtorin e përgjithshëm dhe stafin ton televizionit Çamëria, mbas kërkesës së tij, ne vam e takuam sepse ai është një produtor sot që flet fuqishëm për çështjen e Çamërisë dhe si e tillë ne vam për ta falendëruar, njëkohësisht aty u bën shumë biseda mbi ristrukturimin e Republikës së Çamërisë dhe çështjen e Çame, duke bashkërenditur me vëllezërit e Kosovës, Shqipërisë, Çamërisë, Labërisë, Arvanitaseve dhe shumë shqiptarë që ndodhen sot në shtetin grek, e cila Spartangela me atë përkushtimin e tij si avokat, duke qenë dhe pjesa ligjore, ai mori përsipër që kjo çështje kërkon një zgjidhje ligjore, e cila ai na orientoi ne të ndërtojmë marrëdhënie bashkëpunimi sot me shtetin. Sot po më dikoha se shikohet se me shi. Në vijim me gjithmonë ne bashkëpunojmë me shtetin. Sot është kryeministri Edi Rama, të cilit neve do kërkojmë takime të strukturat e Çamërisë për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi Çam, sepse edhe nga ai shikojmë që dhe ai në format e tij ka një vullnet për këtë zgjidhje diplomatike dhe politike. Në kohë situatë që Shqipëria sot nuk është Shqipëria e 12, 44, e 97, sot jemi në shekullin e shqiptarëve, është shekulli i shqiptarëve 2026. Televizim fort, momenti dhe koha është tani. Sa optimist jeni, president, pas këtij takimi që kishit me avokat Ngjellën për sa i përket kësaj kauze kaq të rëndësishme që ju e keni marrë prej vitesh si president i Republikës së Çamërisë? Avokati Spartak Ngjella është djalë nga Zagoria, është një ortodoks dhe një shqiptar i madh, i cili ai është edukuar me frymën kombëtare, i cili dhe nga sistemi komunist është përndjekur, ka bërë dhe burr, por gjithmonë ai ngelet një patriot i madh. Unë sot ai më ka dhënë një energji të fortë, të cilët unë nuk jam vetëm. Vërtet ne jemi dëshmitarë të asaj se çka ndodhi në takimin midis presidentit të Republikës së Çamërisë me avokatin e mirënjohur Spartak Ngjella, që kanë përpiluar një agjendë të mrekullueshme për sa i përket ribashkimit të shqiptarëve të Shqipërisë, pra që janë pjesa e Çamërisë këtu, shqiptarët e Çamërisë janë në Shqipëri dhe pjesa tjetër që janë në Çamëri të shqiptarëve të Çamërisë që janë atje dhe në trojet e tjera që mund të jenë ose në vende të tjera, shtete të tjera siç janë edhe në Turqi dhe në vende të tjera. Nga ku mund ta nisim si gjë, domethënë, si mendoni që ta kalonin në ekzekutim këtë plan të strukturë që u përpilua kaq bukur? Gjithmonë unë si presidenti i Republikës së Çamërisë, gjithmonë unë lidhjet e fuqishme i kam me shtetin shqiptar, i kam me politikën shqiptare, me vëllezërit e mi të politikës, edhe vëllezërit e mi patriot ku ndodhen gjitha trevat shqiptare. Dhe si e tillë, ne fuqinë më të madhe e kemi lëvizjet nga brenda, ka filluar një bashkëpunim midis shqiptarëve ortodoks, grekëve ortodoks, vëllezërve ortodoks, egyptianëve, romëve, gjithandej. Ata kërkojnë shtetin e tyre. Si mendon se do ta presin shqiptarët këtë lajm që ne po ja japim tani? Shqiptarët këtë e presin çdo ditë dhe janë gati, sidomos ka qenë në pritje. Do t'i gëzojë, mendon? Patjetër. Do të jenë gatshëm ato që bashkohen me këtë frymë? Gati janë. Pavarësisht se këtu ka shumë elemente, mosim të detaj konspiracioni tani, por lëvizja është shumë e bukur, dhe ne gjithmonë ne kërkojmë një mbështetje nga gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, por sidomos ne dhe në bekimin e Naim Frashërit. Po, normal, jo pa qëllim e bëjmë këtë video këtu te Naim Frashi, këtij poeti të madh. Për çfarë arsye? Për arsye sepse poetët përcjellin disa energji pozitive dhe kanë disa kode, kush i kupton, poetët dhe artistët. Poetët dikur kanë bërë shtet me atë se çka kanë thurë, që kanë ndërtuar. Dhe si e tillë neve kërkojmë që mbështetje nga Labëria e kërkojmë të fuqishme. Dhe ka filluar koordinatat, Labëria është në këmbë, Çamët e vërtet janë në këmbë, por gjithmonë neve do punojmë me mjete diplomatike dhe politike juridike. Unë do të jap një mesazh. Po, juridike kemi Spartak Ngjellën, politike tani kemi. Po, presidenti i Çamërisë. Tani
Unë do t'jap një mesazh. Mediatike keni? Po patjetër, drejtori i përgjithshëm, Altin të ruaj Zoti vllai im. Je i bekuar, mos u merr me punë tani. Urojmë më të mirë. Tani unë do t'jap një mesazh shtetit grek. Greqi, filloni ndërtoni marrëdhënie reciprociteti me shqiptarët. Mirë dukesh te kamera. Dhe si e tillë, po dojnë ta shpëtoni Greqinë dhe mos keni fatin as të Maduros, as të Iranit, as ndonjë lëvizje tjetër brenda. Shqiptarët sot i kanë ndërtuar të gjitha mekanizmat në bashkëpunim me shtetin Amerikan, me botën perëndimore, sidomos me Donald Trumpin. Greqi bëu gati fillon bashkëpunimin, UFO dhe alienët të kanë ardhur atje dhe lej tani vrasjet, si në detla të gjoj i shtipi skafi, orë shqiptarë që janë vrarë atje, të gjitha që janë vrarë atje, ashtu nuk janë vrarë kota ata, kështu që shqiptari falë, po nuk haron. Unë i uroj popullit grek. Po politika shqiptare, apo punon, ka punuar ndër këto vite? Punon. Ato si çka ju keni bërë me mesazhet që keni dhënë her pas here dhe tek Pisku dhe tashmë edhe tek TV Çamëria si një rubrikë brenda Piskut, a ka marrë ato indicjet e veta me mesazhet që keni dhënë ju? A janë vënë lëvizje ato se çka keni shprehur ju? Patjetër, unë të falenderoj pasi unë ikë në rrugë lëviz, sepse unë lëviz me këmë e këto njëri dhe shikoj një respekt, president njëri, president tjetër, shikoj kudo që vete të gjithë njerëzit më përshëndesin, më vlerësojnë dhe kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm i mediave shqiptare, një konsiderativo di Altini, televizioni Çamëria dhe Pisk, cili mua më kanë bërë faktor të vërtet dhe i besueshëm te kjo lëvizje që unë kam nisur. Shohin diçka të vërtetë tek ju, advetare, shqiptare dhe po e shpreh në forma të ndryshme, shpërndej, sidomos rinia më mbështet fort. Nësa xhaketat e vjetra ruse me stofë angleze ato janë. Ka akoma, vazhdojnë apo. Ato janë. Mos u merr ato, kaloj mesazhi edhe tek ata. E rëndësishme është pra lajmi që për ta përmbledhur tani si një rezume të tërën të gjitha dhe se çka ka ndodhur sot, një eveniment që nuk transmetohet nëpër media të tjera, veçse në kanalin Pisk në rubrikën TV Çamëria. Takimi me avokatin e mirënjohur dhe kauzën që e ka marrë ai në dorë, që ka përpiluar diçka, një strukturë mjaft të mirë të përpikt si një avokat që shumë i zoti ai me kauzat e çështjes që kanë ndërmarrë në vite në Shqipëri, shqiptarët e njohin edhe punën e tij të mirë që do ta çojë përpara. Ne e besojmë dhe urojmë që të realizohet sa më shpejt dhe kjo shqiptarë do t'i gëzojë jashtë mas. Dhe detajet të hollësishme do shikoni në televizion së shpejti mbas një jave te TV Çamëria edhe Pisku. Kështu që do jemi të dy me Spartak Ngjelen, edhe unë një kohë si president Çamërisë. Ta përshëndesim edhe Spartak Ngjelen, ti bëjmë një avokat të përshëndes të ruaj Zoti, je i madh. Kaq kam në dorë tasim me president Çamërisë. Të bekoj, të thotë të kesh shëndet. E ti jesh i fuqishëm, na hapi derën, na pritin dhe madje na e bëri gjithë. Normal, 2 orë takim dhe shumë përcollën shumë mesazhe, na hapi shumë dritare, mua më hapi shumë dritare që në trurin tim u ajros trurim, në kuptimin atë informacion që përcjellim atje. Të përshëndes, Zoti i bekov shqiptarën në shekullin e tyre. Faleminderit. Miq, rini vigjilent, jeni në kontakt me Piskun, TV Çamëria, presidenti i Republikës Çamërisë. Ne do të kemi në vazhdim takime, intervista tjera me presidentin e Çamërisë, me Spartak Ngjelen dhe element tjerë shumë të rëndësishëm për të çuar këtë çështje përpara, kështu që vazhdoni të na ndiqni, të na mbështesni dhe të bëhemi bashkë siç janë bërë shqiptarët dikur me Skënderbeun për të sjell pavarësinë e vërtetë të Çamërisë edhe Shqipërisë. Patjetër normal. Shqipëria duke u përçarë, duke futur këto elemente të tjerë të huaj, bashkim, lëmë shi gjeta midis njëri tjetrit. Po, bashkohemi të japin dorë njëri. Japin dorën kështu siç i japin edhe ne. President, Zoti bekov, faleminderit shumë për misionin që ke ndërmarrë. Bashkarisht. Unë një jam, po duke qenë bashkë të ti do t'i realizojmë gjërat. Patjetër, do ta kuptojnë edhe shqiptarët. Jo falenderoj. Zoti bekov shqiptarët. Një nga njerëzit që ka dhënë një kontribut të vyer për Shqipërinë. Dhe të ndjekim rrugën e tij. Patjetër. Drejt asaj jo pa qëllim kemi ardhur 1990 thotë, apo jo, vdekja. Miq, ju përshëndesim. Faleminderit që na ndiqni dhe vazhdojnë ta ndiqni edhe në ditët në vazhdim të tjera që do të jenë shumë më të rëndësishme për Shqipërinë dhe Çamërinë dhe shqiptarët kudo ku janë.